Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është marrë edhe vetë me sport. Për shembull, pejgamberi alaihi salam me Aishën kanë dalë në vrap, me vrapim. Po. Do të thonë pejgamberi alaihi wasallam në një rast kur ka dalë në garë për vrapim me Aishën, Aisha radiallahu anha ka dalë e para. Pejgamberi alaihi salam thotë dole e para për arsye se unë kam shtu në peshë. Do thonë kam shtu në peshë, se po të isha më herët kur nuk kam qenë në këtë peshë, atëherë unë do të dalja para teje. Pastaj pejgamberi alayhi salatu wassalam është interesante, ka organizu gara në kalorimin e kuajve. Kush po deli pari mes shokëve të tij. Dhe jo vetëm që ka organizu garë, mirë po ka ofru edhe shpërblim. Ka ofru ti ofron shpërblim të parit. Garusi i pari i cili ka dalë fitimtar në këtë garë, hadithi është i vërtetë, të dy hadithet janë të vërteta, transmeton Buhariu, Muslimi edhe Imam Ahmedi. Do thotë pejgamberi alayhi salatu wasalam, edhe vetë është marrë me sportin, për aq sa ka pas kohë dhe aq sa ka pas mundësi, po edhe në të njëjtën kohë është për kujdes që të organizon, do të thotë, gara në mesin e shokëve të tij. Do thotë pejgamberi alayhi salatu wasalam, edhe sporti, edhe relaksi bëjnë pjesë në atë kujdesin për trupin. Sot ne vëgim jetojmë, do të thonë tash po flas ekskluzivisht këtë kohën tonë, do të thonë 15 shekuj prej këtyre porosive të pejgamberit sa, sot ne jetojmë në një kohë nëse i kemi parasysh specifikat e kohës tonë, ambientin ku ne jetojmë, ambientin ku ne punojmë, atëherë është shumë e rëndësishme që të ndajmë një kohë për aktivitetet tona fizike, nëse mund të themi për sportin, varësisht prej dëshirës dhe pasionit që njerëzit kanë. Sot është shumë aktuale edhe prezente fitnesi, ku njerëzit vazhdimisht ndajnë nga koha e tyre, nga orari i tyre, një pjesë të kohës më marrë me fitnesin, po edhe në metodat bashkëkohore sot shohim se edhe pedagogët, edhe mësuesit, po edhe prindrit kujdesen për fëmijët e tyre që ata një pjesë të kohës t'ia kushtojnë këtyre aktiviteteve të lira, për shkak se këtu janë shumë të rëndësishme që ata të kenë freski,